Profesor, sa i vjetër dhe i ri je? Mas të libri? Jo, me këto temat që ke futur. 4 shekuj jam. 4 shekuj? Po, ka që Se shekuj. nga... Jam 4 shekuj, unë kam jetuar 4 shekuj. 4 shekuj? Po, nuk e di sa jeti, po jam 4. Jam i kënaqur. Unë do ta mendoj se ti ke shkruar roman dhe i qartë. Jo, 4 shekuj, po. 4 shekuj? Po, ta them pse, po deshe, shpejt. Po patjetër. Unë jam rritur... Artan fuga 2 pika, unë jam 4 shekuj. Po patjetër, po jo vetëm unë. Po edhe... Jo, ti fol për vete? Për veten tjetër, 4 shekuj. 4. Pse 4 shekuj? 4 shekuj, sepse unë jam rritur aty nga vitet 60, nga 2 gjyshur të cilët vinin nga një kulturë e shekullit 19. Dhe jam rritur me atë kulturë, në 19-ës, mënyrën si e perceptoja botën, si perceptoja veten, etj. Se ai aty është një personazh besimi i cili në një moment paralizohet dhe ai fillon të shpjegojë se ç'është trupi i njeriu. Po, ajo janë historia të tjera. Pra jam rritur nga këta gjyshër të shekullit 19. Po mirë, 19, 20, 21, ja 3 shekuj. Po pse 4? Po sepse 3 pranove? Po 3 po. Po 3 pra? Po pse pak janë 3? Tashi po të them 4. Jo, duhet 4 ti mu. Të 4 të vend, nuk të gënjejun, po ta thash. Sot ne, dhe unë shpresoj se edhe pak do jetoj gjithsesi. Jo, do jetoj shumë. Jo, shpresoj. Po aq, faleminderit. Po aq sa të jetoj. Jemi në kushtet e digitalizimit dhe të inteligjencës artificiale, të hologramës dhe të një bote virtuale e cila ka treguar se çdo të jetë bota e shekullit 21. Mbas 100 vjetësh. Pse pa 100 vjetësh? Po sa? A jemi 25-ën? Po. Po ja, për 75 vjet dihen drejtimet se ku janë. Po të lexosh studimet që bëhen futuriste mbi inteligjencën artificiale, ato po tregojnë se cilat janë drejtimet e mundshme që do të jetë mbas 70-100 vjetësh. Pra në një farë mënyrë, ti në mënyrë virtuale jeton me të. Këtë ka mësuar profesori im në Francë, më ka drejtuar dhe i thot, Artan, shekujt ka thënë, janë të matur në mënyrë astronomike. Po. Kurse shekujt për njeriun nuk fillojnë në vitin 2000 apo në vitin 1900. Jo. Për shembull, shekulli 20 thoshte ai ka filluar në 1917-ën me revolucionin e tetorit. Me ngjarje historike ke filluar. Sepse po pikërisht. Po, e mat me çka ndodhur. Shekulli 21 ka filluar me inteligjencën artificiale. Po. Ja ku bën 4 shekuj, në rregull? Është lumturi e madhe të jetosh 400 vjet. 400 vjet. Dëgjoj mua. Profesor, edhe këtu vjen te Adami që thu ka jetuar 900 vjet. Po, mund të ketë jetuar. Mund të ketë jetuar. Profesor, një nga elementet është ndërthurja të vjetës me të ren, po baza e kësaj është dashuria. Tani dashurinë ka shkruar, kush nuk ka shkruar dhe çfarë nuk është shkruar. Tani përkufizimi për dashurinë ka ndryshuar, profesor? Nuk jam specialist i dashurisë, Landi. Jo, këtu del edhe specialist në disa tema të tjera, por edhe erotizmi, se do të pyes. Po unë jam aty, ti thua çka kam lexuar te libri unë. Tani, këtu emri në karta në fuga tani, nuk ka ndonjëri tjetër këtu. E di. Ti ke shkruar këtu. E di, po siç thot Foucault, filozof i madh, ai nuk janë vetë se ca gërma aty mbi kopertinë, brenda unë s'jam, më ke gjetur brenda moti, gjikundi. Unë që të njoh, ai sa të njoh, edhe të kam gjetur, profesor. Po, dakor. Në ca gjëra edhe të kam gjetur. Po në një gjë më ka shpëtuar, s'jam perfekt, prandaj s'jam fshehur si nuk e fshehur mirë. Ja. Po, për Max Staffen po e ke të drejtë, është person real, po tash shkrimtari i jep drejt vetes lajt sa e sapen aty këtu. Kur Michelangelo në atë skenën e gjyqit fundit në Kapelën Sixtine, një nga ata personazhet e ka bërë me fytyrën e vet, tash diçka ka dashur dhe ai landet sa e sape rrugës. Personazhi më i dashur për mua është ai seksologu Lagjes, në fakt. Pa, ai është. Po këtu ka të gjithë më thonë. Ë? Të gjithë më thonë. Shiko, të gjithë. Sa? Të gjithë ata që kanë lexuar librin. Që kanë lexuar librin, ta kanë thënë ai person. Thonë që personazhi ai ishte real. Unë e di, pra ta nuk të pyes. Se ai ishte real, sepse them që të gjithë që kanë pasur nga ajo deri në 90-ën jetë, sado 5 vjet, 10 vjet, kanë pasur një seksolog të Lagjes si tipi i tillë. Po, profesor, dashuria ka ndryshuar? Nuk e di, nuk jam thashë, nuk jam specialist i çështjeve të dashurisë. Unë mund të them vetëm një gjë, Landi. Që mënyra se si që të bëhem serioz tash, se serioz jam. Unë ashtu të njoh gjithmonë, sepse jo, për te shakas. Po. Ç'a kam bërë? Ato personazhe, pra, unë i kam krijuar.
Dakor, pra. Jo këtë Ti ke të drejtë. Jo këtë mbaj këtë, ti i ke krijuar. Po, pra, po, unë i kam krijuar. Por, jam përpjekur, si çdo shkrimtar, që ato personazhe të duket sikur lëvizin vetë. Dakor? Qartë. Tani, si kam krijuar ato personazhe? Secili dashuron për një arsye të saktuar. Ka arsye dashuria, profesor? Në motivin njerëzor, patjetër, mund të jetë dhe një impuls. Tash s'kam si të mos të përgjigjem ty. Po nuk dashuron. Ka ndonjë individ i cili dashuron ose grua dashuron pse e shikon që kodjun partnerja, burri vet është shumë i afruar me nënën, ajo se duron dot edhe dashuron njëri tjetër. Jo, po tani poeti i madh Lazgush Paradesi shkruante që nuk dashuroi unë, po dashuronte dashuria. Nuk dashuroi as unë as ti, po dashuronte dashuria. Ka pasur shumë të drejtë. Atë them dhe unë në një mënyrë tjetër. Dashuria, po që dashuria, kur thot ashtu ai, unë se di që është dashuria. Dhe motivi që shfaqet si dashuri, si sublimim, mund të jetë një shkak apo një nxitje kryesore, diku mund të jetë impulsi seksual, diku mund të jetë një mërzi, për shembull ai personazhi i thua ti, Moli që në fund një ditë është homoseksual, një ditë është lesbike, një ditë është edhe heteroseksual, e ndryshon sjelljen seksuale sipas ditës dhe ato që shkojnë me të nuk e dinë çfarë është ai sot që domethënë çfarë marrëdhënie do kem, është një personazh dhe un kam krijuar gjithë personazhet, të cilët janë të dhimbshëm, se aty asnjë personazh nuk është vetja e tij që njëkohësisht mos jetë dhe e kundërta e vetes tij. Që do të thotë, aty ne kemi njerëz, për shembull, kemi një nëmpuse e cila dëshiron shefin e vet. Aman, ma lër pak më vonë. Sa ajo është pjesa më fantastike, sa ty do të ngasoj më shumë, profesor. Po te kjo këtu tani se ke shkruar që a ka dashuri pas seks? Se unë thua ti, domethënë unë jo Artan Fuga, po patjetër ka seks, e ka zbuluar Freudi këtë. Patjetër, këto janë ka dashuri? Patjetër pas seks. Patjetër. Ka për shembull ka dashuri. Po Freudi dhe mund të ketë kot. Po, çfarë thua? Po ja futi Freudi kot, unë i lash gjitha diplomat dhe ika në pyll. Mund t'ja ketë futur. Po ja ketë futur, unë mbarova pastaj më përzë nga studio, thoi hiks s'ke punti. Që do të thotë ka një erotizëm infantil. Ç'është erotizmi infantil landi dhe aty ke skenat e erotizmit infantil landi në libër. Po? Ai autori ka shkruar, aty i kam lexuar. Erotizëm infantil i cili është erotizëm po pa seks. Ke erotizëm senil lëndi, që do të thotë është një dashuri e njerëzve që mund të jenë në një moshë shumë të shtyrë, por që seksi nuk është në lojë. Patjetër ka. Patjetër. S'kam nevojë unë të marrë dhe të flas për Samuel Becketin apo për tjetrin e ata postmodernët në art, të cilët thonë që kur kemi një dashuri në dramat e Shakespeare-it, dashuria bëhet e madhe, bëhet një çmenduri nga ndalesa. Ndalesa. Po nga ndalesa, patjetër. Nga ndalesa. Profesor, me që më ngasmoj me këtë të Moli, se kisha më poshtë, po ky është personazhi që mua më ka bërë shumë për të qeshur, sepse ato dialogjet e tij, ato rrëfimet e tij, do të thënë si ai profesori i seksit që ju shpjegoni, sidomos ajo kur shkruani, kur burri ka futur krahun gruas së tij, kuptohet që eci në rrugë, që ai ishi pa zotin në shtrat. Gruaja e panështruar nga burri është një shenjë që provon paaftësinë mashkullore të burrit. Kam qeshur këtu me lot kam qeshur. Është tragjike lëndike. Me lot kam qeshur. Unë kam qarë. Pse? Ke qarë? Po. Kur ta tregon dhe Moli? Kur jam kujtuar për rrëfimet e një kohe ku marrëdhënia e burrit me gruan mbështetej në një autoritarizëm
të jashtëzakonshëm. Dhe këtë e ditë Moli, profesori Pagrada? Profesori Pagrada, sa bukur. Profesori Pagrada. Moli. Dhe Moli dinte këto. Po i dinte se Po jo Moli thoshe, shkoja gruaja ti thosh, ja, ajo dallohet, thoshe që nuk do burrin, po do një të dashur. Tash ky mësim është mësim real që unë e kam marrë nga ai Moli im dikur. Po unë ta thash për. Po. Tu bëj pyetje këtu. Jemi dakord. Tu nuk bëj pyetje. Tani, tema tjetër që ti ka përzen dhe është edhe ajo është tërheqëse është erotizmi. Tani këtu profesor ke çarë disa gjëra që Erotizmi, seksualiteti dhe trupi i njeriut. Po, dhe për këto mund të marrë edhe 6 muaj duke analizuar seksualiteti dhe trupi i njeriut në shekuj të parë nga filozofë ndryshëm. Tani ke përshkruar trupin e femrës dhe jam befasuar në fillim, thash un profesor Fuga ai njeriu serioz, që nuk flet vetëm për gjëra serioze, gjëra të mëdha. Aty pastaj ti ke përshkruar femrën etj, po pra profesori çiki turpshëm më e treguar aty. Nuk thoshe gjoksi kjo ajo, pastaj thoshe poshtë barku. Pse se shkohet te ta mama aty? Do të pyetje të fortë. Ja, shumë e mirë, po unë nuk kam një libër erotik aty, dhe përpiqem që të vendos siç bëhet në një film. Nëse ke një film i cili është një film jo banal, domethënë. Po jo banal, s'është banal ai, po është një gjini tjetër. Jo banal. Është një gjini tjetër. Është një film erotik. Unë nuk kam një roman erotik, po nuk mund të përjashtoj nga Shikoj Landi, është një si të them unë, pse i ke paraqitur lakuriç atë? Atë si kanë paraqitur unë? Jo, ti i paraqitur tu. Ai që nxorë aty? Po. Adami dhe Evën? Po edhe atë mos zirja unë? Po, edhe unë mos flisja për trupin. Dorëzon. Unë jam i detyruar të flas për atë. Dorëzon. Jo, po kam pasur njerëz që ma kanë thënë këtë. Po shpatem atë. Ti je burr serioze, ti. Po si mos. Ja, ke drejt, kesh. Absolutisht. Unë si lexues po flas. Absolutisht, nuk kisha kuptim ky roman, mos shkroje këto. Ja, kjo kompleton, e plotson. Faleminderit. Dhe Papa Gjon Pali II, po, në ato homelitë veta që ka bërë në atë çdo të mërkur, ai tër konceptin fetar mbi dashurinë, solidaritetin e nxjerr nga trupi lakuriç i njeriut. Dhe kur është fjala për lakuriçsinë e Evës dhe Adamit, lakuriçsia ka 2 kuptime. Një është nudizmi i cili është përdorimi i trupit për qëllime marketingu, prostitucioni etj. Dhe ka një nudizëm, një lakuriçsi e cila është shpreha më e lartë e sublimimit të raportit njeriut me Zotin. Profesor, janë disa marrëdhënie dhe kam raportin me trupi dhe turpi. Po, dhe me trupi, po. Më ngasoj shumë dhe këto marrëdhëniet nuse vjerë, thashëm profesor Artan Fuga flet për marrëdhënie nuse vjerë, çfarë kam nxjerr. Nusja që ankohet. Nuk jam ndjer asnjëherë në shtëpinë time. Pse jetësh kjo? Domethënë, në traditën tonë një nën e lën vetëm, e ka shkruar ti, për bën turp dhe krim. Turp, po, krim. Patjetër. Kështu ka qenë. I është dhënë lamdumir këtij fenomeni, profesor? Në Shqipëri? Unë aty tregoj se ne jetojmë në Shqipëri sot një qytetërim të ri, që si çdo qytetërim është i mbështetur në një mëkat, dhe Adrian Nuri zbulon cili është mëkati jon, të cilët si ikim dot, siç deshti ikte Adami e Eva, që Adami ja vuri fajin Evës, Eva ja vuri gjarpit dhe kërkon të justifikohesh. Po. Dhe ky qytetërim, pse e vëmë konceptin e vjerës aty? Se vjera, nëna e shtëpisë, ka përcaktuar, ka përfaqësuar autoritetin, traditën, dhe krijuesi, çfarë bën krijuesi? Krijuesi përfaqëson të autoritetin në atë kohë. Dhe në qoftë se Eva, për arsyet e veta që i zbulon Adrian Nuri, është ajo që ngrihet kundër krijuesit dhe jo Adami, në kushtet e sotme ne kemi të njëjtin marrëdhënie. Ndaj vjerës nuk ngrihet buri, ndaj vjerës është ngritur nusja. Ke vënë re në një dhëndër të zihet me vjerën? Balzac thoshte që aleatja më e mirë. E dhëndrit? E dhëndrit është nëna e nusës, po. Për arsyet e veta thoshte Balzac. Kurse zënkat, jo zënkat, po konfliktin e madh. Nusë vjerë, e cila solli një shoqëri që ne jemi sot,
e ka Eva aktuale, por pse e ka Eva aktuale, do të shikojmë se çfarë fati tragjik pëson Adrian Nuri në fund dhe çfarë thotë. Profesor, është roman që ngre monumentin e gruas, ëh. Po. Moli ishte Plutarku ynë banal. Ose Po. Plutarku ynë banal. Po. Se ju ktheva përsëri. Tani, profesor, kam nxjerr disa fraza. Plutarku te vepra e tij erotikos, i cili mëson romakëve që kur shihni një grua, mos ju vërsulni, e zhvishni, e rrihni, e përdhunoni, po ngadalë bëni ca korte, kujdes edhe Me frena, po s'kisha as frena atëherë. Jo, po i mëson. Po Moli ishte Plutarku banal. Po për ndryshe ne do ishim po patjetër. Kjo është zgjedhje. Tani, kam zgjedhur profesor disa fraza, unë që më kanë lënë përshtypje dhe i kam zgjedhur nga romani. Sapo njeriu shenjë i gjarpër bëhet agresiv. Ata e shpjeguam. Njerëzit qajnë sikur nuk do të qeshin më kurrë. Qeshin sikur kanë harruar dhe se dikur kanë qenë me ngashërime. E burrë. Ku Eva, ku gratë sotme. Ku Eva, ku gratë sotme. E thot në një personazhet negativ me siguri. Syste të tjerë të pinin. Syste, për këtë syste më pëlqen. Syste. Syt janë si kamrat infra të kuqe që njerëzit më në fund kanë arritur të krijojnë me teknologjinë e tyre, pra i përshkrimi i gjarpër. I lëshonin syt si xixa. Njeriu i lëshojnë syt xixa, po gjarpri i ka xixa. Ja ledhatoi sedrën, e bukur ja ledhatoi sedrën. Femra jo nazike, domethënë që kishte shumë kërkesa. Vartëse poliandrike u jepen disa shefave njëkohësisht. Kjo ishte perl fare. Vartëse vajza në punëse poliandrike. Domethënë një zyrtare atje në administrat që i jepe disa shefave. Nuk që një shef, po disa shefave. Po ka ndodhur, po diu, ka ndodhur aty në roman, ne kam gjetur. Ishte një shprehje tjetër, ma bëj hazër, ma bëj gati, ëh? Jo shërbim. Unë e di gati, profesor. Jo, po është bash, e di si thuhet në gjuhën e vjetër hebrejshe. Ezër, ndihmës. Nuk është hazër. Jo, pastaj është transformuar. Ezër, hazër. Kjo nuk është turqisht. Është turqisht, po ka një rrënjë që vjen. Ka rrënjë. Ezër. Po ti pas ke bërë dhe studim lingvistik këtu tani, se këtu ke modalisht. Lingvistik nuk kam bërë, se duhet se jam lingvist. Po jo, si lingvist, po disa diskutime fjalësh tu janë goxha. Për shembull, gjarpri, di si thuhet në hebraishtën e vjetër, nashah. Dhe nashah. Dhe nashah do të thotë ose gjarpër ose mashtrues ose propagandist. Dhe hajde gjeje ti se me çfarë kanë thënë ata. E di çfarë do të thotë Adam në gjuhën e vjetër, po ke pafund fjalë aty që janë shpjeguar në kërkimet e tij. Adam me a të vogël, nuk do të thotë Adam burr. Po çfarë do thënë? Qenie njerëzore, që s'është burr, që nuk i dihet seksi. Nuk është burr. Ndërsa dhe ai u bë burr në një moment caktuar, po e zbulon ai tipi atje. Krye shpreha prapa çdo institucioni të suksesshëm qëndrojnë një ose disa gradë bukur. Tu ndërzoa fare këtë. Profesor, ç'e ishte kjo? Po ashtu vjen prapa çdo institucioni të suksesshëm vin disa gradë bukura. Kjo ishte perl fare. Kjo ishte krye fraza që unë besoj këtë. Po jo, ti e ke. Se kam thënë unë, jo, pra e thot ai. E kam thënë unë? E thot ai personazhi. Po ti e ke lexuar librin apo? Jo, këtë e dija përpara. Secili duhet pickuar më vete, i duhen hedhur helmi si vaksinë, prodhuar vetëm për të, jo si vaksina e gripit që është e njëjtë për gjithë. Edhe kjo e bukur. Faji Adamit ishte përse dëgjoj fjalë e gruas. Profesor, ti e dëgjon fjalë e gruas? Mbasi jam marrë me këtë libër, po? Edhe mund mos përgjigjem sinqerisht me ty, unë kam zakon që nuk i përziej këto, por për respekt ndaj te, mbasi kam shkruar këtë libër, gruan time e kuptoj shumë më mirë, e mirë kuptoj shumë mirë dhe e shoh në sy tjetër. Shumë bukur. Edhe kur kam kundërshtim, e kuptoj se pse ajo e thot atë. Dhe i jap të drejtë. Këtu kanë ndikuar shumë, thash, unë në këto 5 vjet jam marrë shumë me filozofet feministe amerikane, të cilat në Shqipëri nuk njihen fare. Tani kemi të drejtë. Dhe ato jo vetëm i kam lexuar, po nuk ngopesha të lexuari dhe i kam gjetur në YouTube
Dhe i kam ndjekur, i kam dëgjuar në anglisht, pa fund, orë të tëra dëgjimesh. Kemi të drejtën shqiptare që i themi gruas ministri i brendshëm? Se ke dëgjuar këtë besoj këtë. Në jargonin folklorik. Ka një element të drejtë, po, ka një element, po shumë pak, është shumë pak. Shumë pak, ë? Është shumë pak. Shumë pak. Po them Adriani gjen një gjë të madhe aty fare, gjen një gjë të madhe. Në hetimin e vet. Si fije më shumë ka është të pagatuara. Edhe kjo e bukur fare. Çfarë ke që të qire si kryetar kooperativ? Landi, faleminderit për leximin. Ky mindes llampat e fikura. Debaton për librin 1984 të George Orwell, edhe kjo. Edhe kjo ishte futur shumë e bukur. Pastaj se diskutohet me stafin tim, të fton për kafe dhe aty prosit salep ose kakao. Kemi qeshur me gazetarët aty. Nuk i kam gëlltitur ceremonit mortore. Profesori, ke frikë ceremonit mortore? Është ajo gruaja. Kjo. Ajo gruaja. Ajo. Ajo Lili. Ajo Lili. Ajo Lili dhe jo më kot. Sepse aty ai zbulon. Lili është shoqja e Adrian Nurit dhe kanë një dramë midis tyre dhe problemi është që aty ajo ka raportin me vdekjen. Sepse miti, në fillim, gjithë problemi mitit është se Zoti tha, e hangret mollën, a figun? Mollën. Pa si shë mundur të ashi që të hash mollë dhe të fshiesh me gjithë e figu. Shë mundur e është. Mira, ty ka pasur dhe pem tjera tani, mollën e hatë. Pra hangren mollën dhe shkun të figu për të mulluar. Sa e bukur kjo. Jo, po shiko. Po nuk, edhe mua s'm ka vajtur. Dhe mbulua me gjithë e figu. Po shiko çfarë themi ne. Po sa gjithë e figu zgjen fare si gjithë e figu. Po nuk është autentike ajo, po me gjithë e figu. Problemi është këtu Landi. Në dhjat, në rrëfimin inicial, nuk përcaktohet çfarë fruti është. E kupton ti se ku jemi tash ne? Me kalimin e kohës është thënë ç'a mollë, s'ka mollë. Nuk ka mollë. Unë do doja të vazhdonim më. Ja. Se ky roman ka një kufi. Unë të falenderoj shumë. Ky roman falenderoj edhe televizionin për këtë kohë, edhe ty për tërat lexim, për orët që ke humbur, a ke fituar. Por faleminderit se më tregove se çka ka ai libër. Do ta lexoj edhe unë. Kjo ishte më bukur. Domethënë, është i pari autori që thotë librin do ta lexoj edhe unë. Po, do ta lexoj. Për të parë. Unë uroj që ky libër të ketë sukses, profesor. Ata që dëshirojnë për ta marrë, për ta blerë, ku e marrin, profesor? Përveç Adrionit dhe librarive të tjera? Shtëpia Botuese Papirus e shpërndan në dy forma, një në formë fizike, në librarit ndryshme të Tiranës, sigurisht kryesisht e Adrioni, po dhe të tjera. Shpërndarësit fizikisht e shpërndajnë në gjithë ato librari në përrethë kur ka kërkesa nga lexuesi, por ajo që ka risi aty, Shtëpia Botuese në faqen e vet web e bën edhe shpërndarjen me kërkesë online dhe brenda vendit shpërndarjen e konsideron falas, e jep gratis shpërndarjen, kurse jashtë vendit te emigrantët sipas tarifës postës. Domethënë, nëse duhet në Greqi kaq para për atë, i shkon në shtëpi dhe e bën në mënyrë shumë besueshme, në adresën që jepet. Okej. Më radh përsëri se e harrova. Adamët dhe Evët shkruhet me të madhe? Kur numri shumës. Mund ta shkruash me të madhe, mund ta shkruash me të vogël, si duash. Po pse ky dyzim? Po sepse kur Adam quhet njeriu konkret, po pra, do ta shkruash me të madhe. Shkruash me të madhe. Themu, mund të jetë dhe një... mund të shkojmë Rolandët dhe Artanët. Do ta shkruajmë me të vogël? Se di, nuk e di. Se di këtë anë të gramatikës. Ja, i gjutari që ka shkruar aty më ngacmoj me këtë. Jo, nuk e di. Mund të jetë për të diskutuar. Që ke diskutueshme. Kurse, nëse e shkruan me të vogël, Adamët do të thotë që nuk është emri i tij, por që do të thotë njeri, Adamah. Dhe Adamah, e di ç'do të thotë në hebraishtin e vjetër? Adamah do të thotë balt. Po do të thotë dhe ngjyrë kuqe. Pra ti nuk di është balta, se Zoti e krijoi nga balta. Pra kur thot Adam tha balt, tha Adam me të vogël qenie njerëzore, se në hebraishtin e vjetër burrit i thon ish. Ja, se them do të thirr. Gjermanisht ajo ish, kurse gruaja është isha. Isha. Nuk është Adam.
Dhe këtu ka një histori më vete, por... Profesor, unë u kënaqa e shijova, sepse ne edhe në kërkuar kështu me politik për ditë, tani bëjmë një emision dhe për libra, se libri është kultura, nuk është politika e ditës tani, themi kështu tani. Ta them unë ty, edhe, e para që kjo është shumë e rëndësishme, po e dyta është që megjithëse ju edhe ti më bët të nderë që i dhatë të hapësirë në këtë emision, ti nuk e trajtove librin dhe politikisht, e trajtove kulturalisht. Ja, tani aty, kishte ca politika aty? S'pash. Unë kam kapë. Ajo e betonit për shumë, politika shë? Patjetër. Unë konsideroj meritën tënde që ti atë e na shkalove dhe erdhe të elementet kulturor, simbolik. Se aty kishte, politika ajo e betonit, industria e betonit. Ti po të doje, futesh atje dhe e bëje gjoja për librin, po bëje politikë. Ti e evitove dhe unë të falenderoj për fisnikrin që tregove, kaq. Profesor, edhe një falenderit. Respekte. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Çafoku, mirupafshim.